Kryeministri Edi Rama riktheu sërish skenën ikonike me homologën italiane. Kreu i qeverisë shqiptare ul në gjunjë në një gest simbolik i përsëritur për të tretën herë publikisht për të treguar nderime mirënjohje për shefin e qeverisë italiane Giorgia Meloni, teksa kjo e fundit e priti me ceremoni shtetërore në Palazzo Chigi në Rom. Ecuria e bashkëpunimit mes dy vendeve, thellimi i marrëdhënieve si dhe çështjet me interes të përbashkët rajonal dhe evropian ishin në fokus të takimit kokë më kokë, që pasoi sipas zyrës së kryeministrit. Kreu i qeverisë kishte një takim me ministrin e mbrojtjes së Italisë, Guido Crosetto. Shqipëria dhe Italia për herë të parë zhvilluan një mbledhje të përbashkët mes qeverive më 13 nëntor të një viti më parë, ku nënshkrua një marrëveshje partneriteti strategjik dhe 15 marrëveshje të tjera në disa fusha si mbrojtja, shëndetësia, siguria dhe infrastruktura. Kompania shqiptare e prodhimit të armëve Caio dhe giganti italian i ndërtimit të anijeve civile e ushtarake, Fincantieri, është paralajmëruar se do të krijojë një sipërmarrje të përbashkët në Pashaliman të Vlorës me fokus në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve ushtarake. Rama shpërndau në rrjetet sociale edhe një moment para takimit me kryeministrin italiane, teksa shkruan: Rom, duke përsëritur mësimet përpara takimit se motra e Italisë nuk të fal me njohuritë që ka për çdo projekt. Nga Italia, kryeministri Edi Rama do të udhtojë drejt Spanjës, ku me ftesë të kryeministrit Pedro Sanchez do të marrë pjesë në punimet e mbledhjes së 4 të samitit në mbrojtje të demokracisë, që zhvillohet në Barcelonë. Vizita e kryeministrit Rama në Rom dhe Barcelonë zhvillohet në kuadër të angazhimeve ndërkombëtare dhe forcimit të bashkëpunimit me partnerët evropian, sipas zyrës së kreut të qeverisë.